Kalamaja, sht, mbani qetësin. A ishe ke mbledhja sot mi? Qa thoshte ashtu ajo mi? Kalamaja, la kokrën e namit mi, E po e di qa mora vesh mi? Mora vesh që Qamili fiskulturës, po tradhton gruan me Qamilën e biologjisë, po. Mirë që e tradhton gruan mi, po me Qamilën e biologjisë e gjeti? Klasa, jo, klasa. Ej, qa bën aty mbrapa ti? Moj, do i kontrollosh mësënësit e tuaj apo ti marrën për sipër? Ej, nuk po bëj shaka unë. Edhe kështu, dhe atë regjistrin e notave të atyre. Kalamaja, kur zysha është duke folur, mbani qetësi, tregon respekt në këtë mënyrë. Hajde se do rriteni një dite. Mësojeni gjërat aty mos kopjoni, do uleni në kafe, do ju pyesin shokët, shoqet, ç'është teoria Pitagorës? Nuk e di, do i thoni ju. Turp, s'ju vjen pak? Se kush na ka pyet ndonjëherë ne, po rafi që bie, ë? Po qa kishte vesh, moj, fustani der këtu, lana, moj. Kisha për atë praktikantin, moj, ajo 20 vjeçmi, si dela shumë vjet na shumë shkolla, jo, moj. Po kur e mbaro këtë provimin ti mi, ora 1 në 1 çerek, ë? Shiko, do e pi një kafe këtu neve, ë? Normal. E ke nga unë sot kafe mirë, e kam nga ty. Po jo mi, jo. Po mirë. Më thuaj pra kur të mbarosh, marrë atë paketën unë dhe bëjmë ca dallaver. Më thuaj pra kur të mbarosh, do marr paketën unë dhe bëjmë ca dallavera aty, mirë. Klasa, qetësi pra. Ika. Moj po, ika.